Përshëndetje nxënës të klasës së 7. Gjatë këtij prezantimi në mësimin online e-klasa, do t'ju paraqes një njësi mësimore e cila ka të bëjë me vëllimin e kuadrit dhe kubit. Të shohim në fillim se si duket kuadri dhe kubi që ju si trupa gjeometrike ose si forma 3D i keni të njohur nga klasat paraprake. Kuadri është trup gjeometrik ose figur 3D, i cili ka faqet të gjitha drejtkëndshë. Kurse kubi është trup gjeometrik i cili ka të gjitha faqet e barabarta. Ç'është është vëllimi? Çka kuptojmë me vëllim? Vëllimi është vendin të cilin e zë trupi në hapësirë. Me thënë, këtu kemi forma 3 dimensionale, përveç se kemi gjerësinë dhe gjatësinë, kemi edhe lartësinë, për atë i quajmë edhe trupa gjeometrik ose figura 3 dimensionale ose 3D shkurtimisht siç i shënojmë ne. Vëllimi gjithashtu duhet theksohet se shënohet me shkronjën V të madhe. Nëse kemi një kub me gjerësi 1 mm, gjatësi 1 mm dhe lartësi 1 mm, atëherë vëllimi do t'jetë 1 herë 1 herë 1 mm, që është e barabartë me 1 mm kub. Pra, njësia është kubike. Aty me njësi kub. Nëse kemi një kub po ashtu me dimensione 1 cm gjerësi, 1 cm gjerësi dhe 1 lartësi, po ashtu vëllimi do të njësohet me formulën ose do të njësohet 1 herë 1 herë 1 cm dhe do të jetë 1 cm kub. Nëse marrim një kub me dimensione 1 me 1 me 1, por tani metër, gjerësia 1 metër, gjatësia 1 metër dhe lartësia 1 metër, po ashtu këtu do të shënojmë ose kur do t'ja njësojmë vëllimin, do të shohim se kemi 1 herë 1 herë 1 metër dhe vëllimi do të na dalë 1 metër kub. Kalojmë te një kuadër me dimensione gjerësi 4 cm, gjerësi 2 cm dhe lartësi 3 cm. Po t'ja njësojmë vëllimin këtij kuadri, do të shohim se vëllimi është gjerësia, gjatësia dhe lartësia, përkatësisht 4 cm, 2 cm herë 3 cm. Dhe vëllimi, kur do t'i shumëzojmë 2 herë 4, 8, 8 herë 3, do t'na del 24 cm. Po t'ja numërojmë kubet e vogla që i kemi këtu që përbëjnë kuadrin, do të shohim se ky kuadër ka gjithsej 24 kube nga 1 cm kub. Kemi një kuadër me dimensione A, B, C. E kemi përgjithësuar tani, nuk kemi numra, por kemi shkronja. Ku A është gjatësia, B është gjerësia dhe C është lartësia. Nëse gjejmë vëllimin e këtij kuadri, do të shohim se formula për njësimin e vëllimit të kuadrit do të jetë A herë B herë C. Ose mund ta shkruajmë vëllimi barabartë me A, B, C. Me fjalë, kur do ta shprehim këtë, do të themi se vëllimi i kuadrit është i barabartë me prodhimin e gjatësisë, gjerësisë dhe lartësisë. Kemi një kuadër, ose më falni një kub, siç e shohim sepse i ka të gjitha dimensionet e barabarta nga 4 cm. Kur do ta gjejmë vëllimin, do të shumëzojmë A herë A herë A, do të thënë 4 herë 4 herë 4 këtu në rastin tonë. Ose nëse shkojmë A herë A herë A, do të del A në kub, sepse A shumëzohet 3 herë me vetë. Nëse në vend të A zaventësojmë 4, sepse janë të gjitha të barabarta, 4 herë 4 herë 4 cm,
vëllimi do të na del vrapart me 64 cm në kub. Kjo ishte e gjitha që përgatitëm për vëllimin e kuadrit dhe kubit. Mësimin në libër e keni në faqet 255 deri në 257, ku në faqet 257 e keni detyrën 1 dhe 2 për ushtrime. Unë ju dëshiroj suksese dhe ju uroj shëndet. Miropafshim në prezentimin